zakonisht e pabarabartë në një kohë kur Arjan Tahiri, një kandidat i ri, cili për herë të parë, si me thonë, kërkom vot në publik, dihet që ka qenë në kryetar për 4 vjetë me zotin Hamza, por me gjitha të, unë po e shoh një garë jo fair, të pabarabartë, të cilën po e udhëheq Albin Kurti me njerëz të tij, kabinetin e tij. Dhe kjo trysni, si që kemi parë në vazhdimsi edhe nga raportimet, po edhe nga fotografitë, videot që dërgojnë qytetarët e Mitrovicës, ka një lloj presioni të madh mbi qytetarët, sepse nëse veturat e blinduara të Albin Kurtit u futen njerëzve në barë në ora 12, në ora 11 natës, apo në ora 1, ajo natyrisht reflekton mbi ta si një lloj presioni për ndryshu vot të dielën që po vjen. Tash për me u kthy, prandaj unë është të kryetar partije dhe mund të... Në këtë mënyrë nuk ka bë, në këtë mënyrë s'ka bë kur kërkush. Tash për me u kthy te koalicionet, 2017-ën, kur është zgjedh Akim Bahtiri, herën e para, po, dhe 2013, edhe në mandatin e dytë, ai ka qenë i dyti nga garë. Me diferencë madhe të votave, por bashkimi të gjitha partive politike, veçanërisht i LDK-s, nga ona me Akim Bahtirin, e ka ndrru rezultatin. Dhe tani, kur e krahason Amni Kastratin, për shembull, që ka qenë në garë, me Akim Bahtirin dhe me uqu partit politike, me mujt Amni Kastratin, mi asjell Akim Bahtirin Mitrovicën, mendoj që ka qenë gabim jashtëzakonisht i madh i LDK-s, veçanërisht i LDK-s, kur e kanë bërë një gjë të tillë. Tash unë mendoj që janë rreshtu, si me thonë drejt, në një kohë kur zoti Kurti duhet të luftohet në të gjitha nivelet, jo për shkak që është vetëvendosje, por për shkak të asaj që përfaqëson. Po zoti Kurti nuk është garë, zoti Peci. Zoti Kurti direkt është në garë atje. Dhe zoti Kurti është duke interpretu këtë garë me Bedri Hamzën, çka nuk është e saktë. Ai po garon edhe për një arsye tjetër, se zoti Hamza pritet jetë kandidat i PDK-s për kryeministër të Kosovës. Dhe ndeshja këtyne dyve interpretohet edhe një lloj rezultati në zgjedhjet e ardhshme nacionale. Prandaj, këta të gjithë mekanizmat shtetënor janë duke i përdor për ta mundur zotin Arjan Tahirin në këtë garë. Kështu e shihni ju situatën? Është në garë edhe zoti Kurti me zotin Hamza? Unë e shoh që gara është për qytetin e Mitrovicës dhe fokusi e bashkimi jonë është që të bashkohemi për qytetin, bashkohemi me energjinë, me dëshiren dhe me vullnetin që t'jem në shërbim të Mitrovicës, me qëllim që të promovohet një qeverisje dinitetshme, e ndershme, me përkushtim, me vizion, me projekte konkrete. Besoj shumë se Mitrovica ka nevojë për kryetar që merret vetëm me punë dhe temat e qytetit Mitrovicës. Mitrovica është përdorur si kort, përdoret aktualisht si kort për populizëm, po mendoj se sa është kaq e rëndësishme mendoj se Mitrovica e ka mjaftuar shumë plagën e vet prej vitit 99 tutje, është qyteti vetëm në Kosovë që ende nuk e ka ditën e çlirimit, është qyteti i vetëm Kosovë që vuan si pasojë e konfliktit etnik, betejës politike, dhe dim se është një klim jo e favorshme që 25 vite. Dhe ka nevojë besoj shumë për kryetar e qeverisë që merret vetëm me temat e Mitrovicës, që është ndryshimi, është asfaltimi, është ambullanta, është arsimi, është pastërtia. Fokusi im, fokusi i ekipës time dhe bashkimi i të gjithëve që është duke bërë është që të kemi qeverisje që merret me temat, preokupimet dhe mirëqenien e qytetarëve të Mitrovicës. E shoh e ndjej presionin edhe të nivelit qeveritor, nuk mundet me dosht, me njoft, as Mitrovicën, as Mitrovicasit, ma shumë, ma mirë Donika Gërvolla, Nezir Kroki, Dejona Mihali, e ministra, e profile të tjera
që vinë e bojnë sfilota rrugëve, rrugicave e shtëpiave të qytetarëve të qytetit Mitrovicës.